Pas 10 ditësh Elisa Spiropali do të vizitojë Greqinë në atë që po quhet hapja e sezonit të marrëdhënieve Tiranë-Athinë. Marrëdhënie që janë të ngrira që prej ardhjes së Edi Ramës në pushtet. Fillimi i këtyre bisedimeve, siç ndodh shpesh, po shoqërohet me acarim të klimës, si një taktik për të krijuar tension paraprak që gjërat të mos shkojnë vaj. Palët po përdorin provokime për të futur njëra tjetrën në grack. Greqia e nisi e para me shpalljen non grata të gazetarit Artan Hoxha, me shpresën se do të krijonte atmosferë antigreke në Tiranë dhe më pas ta përdorte këtë klim në publikun dhe mediat greke. Lëvizja nuk dha efektin e pritur. Edi Rama jo përgjigj dinakrizë greke me një provokim turk në kuptimin më të plotë të fjalës. Ai dërgoi një delegacion të Fondacionit Shtetëror Turk Marif në zyrën e kryebashkiakut Himarës Vangel Tavo. Ky fondacion administron shkolla dhe universitete në Shqipëri. Për këtë takim Vangel Tavo publikoi një njoftim zyrtar i cili ndezi menjëherë xixat mes Tiranës dhe Athinës, por edhe krijoi ankth te komuniteti lokal në Himar. Njoftimi i parë i Tavos. Në njoftim Vangel Tavo deklaroi se kishte takuar përfaqësues të Marif për iniciativa në fushën e arsimit në Himar. Ai përmendi hapjen e një shkolle profesionale, krijimin e një qendre kursesh gjuhësore me gjermanisht, anglisht, turqisht e frëngjisht dhe mundësi bursash për nxënësit e shkëlqyer në universitete partnere. Mundësia e futjes së kurseve të turqishtes në Himar shkaktoi hilaritet dhe shqetësim. Banorët reaguan menjëherë, mirë anglisht dhe gjermanisht, por turqishtën çedeshët aman, shkroi njëri. Një tjetër shkroi, "Bobona erdhi Erdogani." Reagimi Omonias nuk vonoi. Si paradhome e qëndrimit zyrtar grek, organizata e minoritetit grek e cilësoi këtë nismë si provokim të rrezikshëm dhe paralajmëroi tensione, duke thënë se kërcënohen banorët autokton helen dhe se synimi real është kontrolli dhe presioni ndaj komunitetit lokal. Reagimi i dytë i Tavos. Pas reagimit të Omonias, Tavo publikoi një njoftim të dytë. Ai tha se nuk ka pasur asnjë marrëveshje me fondacionin turk dhe se nuk ka bërë kompromis me gjuhën e banorëve të Himarës. Megjithatë, edhe në versionin shqip edhe në atë greqisht, ai nuk përmendi asnjëherë gjuhën greke të Himarës apo komunitetin grek, duke e lënë deklaratën të paqartë. Ai tha se identiteti i Himarës nuk negociohet dhe se arsimi, gjuha, traditat dhe kujtesa nuk mund të bëhen pjesë e pazareve politike. Por nuk sqaroi se për cilin identitet fliste, sepse Himara nuk është zonë minoritare sipas legjislacionit shqiptar. Himara ka shkolla publike në Shqip dhe një kolegj privat greko-miros i financuar nga Kisha Ortodokse. Një provokim i Ramës që kërkon vëmendje. Kjo manovër duket një provokim i qëllimshëm i Edi Ramës për të marrë vëmendje në mediat greke gjatë pak ditëve para vizitës së Spiropalit. Por rrezikon të kthehet në autogol sepse lojrat me një komunitet të ndjeshëm si ai i Himarës kanë pasoja të rënda diplomatike. Marrëdhëniet me Greqinë janë të rëndësishme dhe nuk mund menaxhohen me manovra të tipit alla turka ose alla greko. Ato kërkojnë një strategji shtetërore të miratuar nga Parlamenti i Shqipërisë dhe një platformë që mbron interesat e vendit pa cënuar marrëdhëniet me një shtet fqinj. Aleat në NATO dhe antar të BE-s, i cili vitet e fundit është afruar shumë me shubat dhe perëndimin.